Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Patjetër ngjej rastin t'ju përshëndes të gjithëve nga valët 92 MHz të Radio Shkodrës. Gjithashtu edhe të gjithë ndjekësit në kanalin televiziv të RTS Shkodrës. Marrshkas nga dita e sotme e emisionit, të përshëndes të gjithë besimtarët musliman për festën e gëzuar, festën e Kurban Bayramit. Uroj paqe dhe begati për secilin për jush, në zemrat tuaja, në familjet tuaja pa diskutim, por sjellët kjo festë mirë kuptim dhe shumë dashuri mes jush. Siç e shihni në të ftuar në studio, unë kam sot, dua të them kam miq të përzemërt, sepse këtu në studio vinë gjithmonë miq të përzemërt. Një nga shkrimtarët të cili tashmë ka bërë epokën e tij në fushën e letrave, por nuk dua të them thjesht shkrimtar, krijues, përkthyes, gazetar në fushën e letrave pa diskutim, sa unë ndihem edhe e sfiduar sot, zoti Dorim Taçi. Mirë se erdhe në emisionin Pena e Shkodrës në studion e RTS Shkodrës. Mirë se u gjeta, jam vërtet shumë i nderuar që ftohem në Shkodër. Më ndodhte shpesh të vija si mysafir, tani sapo vi si mysafir, më krijohen edhe disa rrethana e kontakte që mund të bisedoj me herë dhe me një publik më të gjerë. Absolutisht po. Në publikun e Penës së Shkodrës ose në emisionin e Penës së Shkodrës kemi pasur figura mjaft të ndritura. Dhe unë jam me të vërtetë e lumtur që nuk do mbyllet këtë cikël emisionesh për këtë vit pa pasur edhe figurën tuaj këtu, me gjithë veprat që ju përçoni tashmë tek lexuesi. I fundit libër që sapo kam pritur për lexuesin është libri Lakimi. Dua që të bisedojmë disi për këtë libër, mbase nuk jam një njohëse shumë e mirë e veprave tuaja, kjo nuk është diçka për të lavdëruar faktikisht, por ajo që ishte shumë interesante në secilin prej kapitujve që unë ju dëgjova teksa flisni ose teksa lexoni, ishte figura e gruas. Qëllimi në vetvete është figura e gruas e sjell e mbështjell me të gjithë librin. Po, kur shkruajmë kemi tre momente, mua më takon kur shkruajmë kemi tre momente interesante që një filozof mendimtar, Paul Ricoeur, francez i njohur, i trajton me termin mimesis, edhe thot ka një mimesis 1, mimesis 2, mimesis 3. Është interesante kjo po ta thjeshtsojmë të qasje, se mimesis e shpjegojmë kollaj, themi imitim. Këtu flitet për një proces, jo për një imitim. Në këtë mimesis 1 kemi momentin kur autori do kap temën. Unë kam kap temën gruan, dhe raportin e saj me shkrimin. Është një sfidë e madhe, sepse të flasësh për raportin e gruas me shkrimin do thot ta vësh atë përpara gjithë civilizimit, sepse civilizimi jonë, qytetërimi jonë ka të bëjë me shkrimin. I bie rreth 5000 vite përpara, domethënë këto 2000 vit të erës sonë dhe një 3000 të erës. Edhe flasim për një qytetërim të shkrimit alfabetik. Nuk po flas për shkrime pararendse, po themi ideografike, piktografike etj. Këtu pse është ky trajtim? Gruaja ka patur periudhën e saj mëmësin ose matriarkatin. Pas këtij matriarkati vjen patriarkati. Qytetërimi që ne e njohim mirë sepse është qytetërimi historik, kurse ai qytetërim i cili kishte në qendër gruan ishte ahistorik. Patriarkati është qytetërimi që kemi realisht. Ne mund të jetojmë një neopatriarkalizëm, po prap fjala patriarkat është domethënëse. Dhe pse? Sepse ky është modeli dhe gruaja është e detyruar të përshtatet këtij modeli për fatin e keq. Pra në kuptimin ky raport rri ende ngushtë dhe ka nevojë për përmirësim të madh. Domethënë që secili të gjejë vendin e vet. Nuk është puna të jemi të barabartë, po të jemi të barabartë në të ndryshmën tonë, në atë që jemi. Pjesa tek barazia mendoj se ka vlen shumë për diskutim edhe unë shumë shpesh gjendem edhe larg disa feminizmave për në sensin, në kontekstin e barazisë. Kur shoh shekullin 18 më pëlqen shumë trajtimi i figurës së gruas, realisht. Është në një lloj dinastie tjetër gruaja, në një lloj niveli tjetër, në një lloj
Qëndrimi mbasi tjetër, trajtimi ndryshe. Po flasim gjithmonë për pjesën e leximeve të mia, për sa i përket autorëve të ndryshëm, aristokracisë, cilën kam lexuar më së shumti. Prandaj barazia është diçka që kuklavitet edhe brenda meje diçka jo fort në konsensus me çka thohet sot edhe me çka ndjehet sot. Nuk dua t'i hyj këtyre. Janë tema shumë gjata që të marrin një kohë relativisht shumë të madhe. Jeni pjesë e Akademisë së Shkencave tashmë dhe a ishte kjo një ndimes për ju që të vini në forma të ndryshme, qoftë në krijimet tuaja të ndryshme, por qoftë edhe në përkthimet e panumërta, ju numëroni shumë përkthime tashmë nga gjuhë të ndryshme. Mund të them, mund t'i marrim me radhë një farë, se ushtruan një çështje. Do t'ishte. Çështja e gruas në romanin tim Lakimi është një çështje e marrë thellë në histori, domethënë edhe në para histori. Pra, unë shkruaj për 5000 vite histori, ky roman ndërtohet në 7 ditët e një arkeologe shqiptare që shkon një konferencë ndërkombëtare në Itali. Jeton ato 7 ditë të veta me kontakte me tekste të shkruara, kontakte me tekste të shkruara, të cilat por ka dhe një histori në të tashmen, e cila e ngacmon gjatë gjithë kohës. Duhet të them që raportin e gruas me historinë unë e jap në thellësinë e saj dhe në momentin ku jemi. Nuk përqendrohem në një epokë caktuar, nuk them sot. E vërtetë është që ajo e sotme në roman ka një ritëm tjetër më të shpejtë. Ka ritmin e celularëve, e mesazhit celular, edhe e letërsisë celulare. Ritmin e kohës. Ritmin e kohës. Pjesa tjetër ka thellësi ngjarjesh që u ngjajnë pak 1001 net. Ngjarjet që kam treguar, 4 ngjarjet e tjera. 4 linjat. Merren 4 linjat e tjera, rimeren, lakohen. Termi lakimi, që ka titull romani, nuk është i rastësishëm. Unë pretendoj vërtet t'i jap gjuhës një përmasë edhe fizike, ta lakoj gjuhën, emrore, gjinore, kështu është ndërtuar romani, mi 5 raste lakimi dhe mi mungesën e një raste lakimi, që është tirorja. Është bjerë nga Shqipja, është bjerë nga shumë gjuhë tjera. Mirë po, thirrorja për mua merr kuptim simbolik. Thirrorja është një qëndrim. Thirrorja nuk është nuk do të thënë urdhërore, është diçka tjetër. Jo, nuk është urdhërore, për shembull është më ndryshe, domethënë. Me firmë, kuptoj. Sipas firmat, ka qenë një rast e gjashtë e cila është bjerë. Po për mua këtu përdoret simbolikisht edhe kjo mund vjetë gjatë romanit. Ti kthejmë kësaj idesë kthimit tim të Akademia e Shkencave. Në fakt unë e kam patur një doja faktikisht për publikun se për me ardhur te Akademia e Shkencave ju keni pas një rrugtim tjetër prej disa vitesh, jo më në tokën am, po në tokë tuaj. Doja nga ju të paktën ta prezantoni disi vetin me këtë rrugtimin tuaj deri tek Akademia e Shkencave ku ju tashmë jeni. Më ka ndodhur ta lë Shqipërinë në vitet 2000 kur punoja specialist i librit në Ministrinë e Kulturës. 25 vite më parë. Po, 25 vite më parë, edhe vitin e kaluar rikthehem në Akademinë e Shkencave, po prap qendra e studimit të arteve, prap kemi të bëjmë me tekstin një farë mënyrë, sepse unë aty jam përgjegjësi i një zyre që merret me mbështetjen e studiuesve në pikpamje të ndryshme, sidomos të botimeve. Unë jam konkretisht redaktori përgjegjës për botimet që bëjmë, përkthej artikuj shkencor, jam kthyer tekstit në një farë mënyrë. Por po bëj një lidhje të dytë. Në 2000 unë kam botuar fjalori i termave të kritikës moderne, kam përgatitur kur isha në Shqipëri. Dhe ai është një kontribut shumë i rëndësishëm, është një fjalor i cili u ka shërbyer studentëve. Është një vlerë e shtuar realisht. Kam patur atë rrembin e studiuesit gjithmonë. Për shembull, është interesante fakti që botimi im i parë nuk është fiksional, kur kam në vitet 80 flas kur isha student, ka qenë një artikull kritik mbi një libër me kritika letrare. Imagjino, domethënë sensi imi i analizës i studimit është interesante pjesa, një artikull kritik mbi libër me kritika letrare. Është shumë interesante, është qëndrimi juaj karshillë e kritikës në një moment. Është gjë e veçantë kjo. Më ka interesuar shumë para përgatitja në shkrimin e diçkaje. Unë jam qasur gjithmonë veprëstime fiksionale, jo nga pozita emocionale. Unë
unë i takoj asaj pjese që analizon para përgatit shumë. Romani im për shembull ky Lakimi ka rrojtur 7 vjet tek unë. Që nga momenti kur erdhi ideja, se ideja ne kemi thënë në atë teorinë tonë të letërsisë dikurshme, i kemi ndarë tema dhe ideja. Edhe kemi thënë ideja, ç'është ideja? Qëndrimi ndaj problemit që ti shtron. Problemi është tema, kurse ideja është qëndrimi. Në fakt, ideja është një koncept shumë i zhvilluar se kaq, përmban brenda imazhin, përmban Mendoj që qëndrimin, ideja është diçka që konceptohet në kokën tonë më një herë, ajo ndërtohet fillimisht në kokën tonë, pastaj vjen në punë. Sigurisht, sepse vetë letërsia e ka forcën si art, sepse projektohet në mendjen tonë, ndryshe nga artet e tjera. Se themi nganjëherë, po pse u ekranizua filan vepër shumë interesante si letërsi në film, më goditi shumë, s'më emocionoi shumë. Pse ndodh? Sepse filmi projektohet vetëm te vizualja, ti ke një copë aty do shikosh, ke një ekran, ndërsa letërsia synon me një mendje njerëzore. Kthehem këtu. Që duhet një shkrimtar i tjeti përgatitur mirë, duhet tjeti përgatitur mirë nga pikpamja teorike. Kultivimi sidomos duhet shumë. Sepse duhet njëjë gjë, tjeti ndërgjegjshëm për atë që bën. Në kuptimin që të kuptoj vërtet që po bën një art letrar, dhe arti letrar është art i cili projektohet mendjen e njeriu. Duke u projektuar mendjen e njeriu, nëse ti në këtë pikpamje vetë disohesh, kjo të ndihmon në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë jo më kot në librat e mi mundohem të projektoj gati leximin, lexuesin. E kam projekt. Për shembull, 3 romanet mia i kam quajtur trilogji e leximit. Është Extra Time, është Një praninike dhe është Liçenin mes detit. Janë librat e mi janë shkruar fillimisht në italisht, edhe janë rishkruar në shqip. Duhet të dalë një proces. Kjo ishte pjesa që ndikimi nga jeta juaj prej 20 sa vitesh apo disa vitesh në Itali. Unë e quaj një vazhdimsi të eksperiencës time, përvojës time. Italia jam i sigurt që ka ndikuar. Po do ndikonte edhe nëse do mbetesha në Tiranë një kohë gjatë, do merra një rrugë mbasi jo të njëjtën, po jam i sigurt që nuk do të ngecesha në vend, edhe pse do isha në Shqipëri apo do isha në Itali. Për shembull, kur shkova në Itali, gjëja e parë, ndjeva nevojën të perfeksionohesha, të vazhdoja formimin tim. Unë nuk jam dalur ndonjëherë në formimin tim, kam marrë shkollë filozofie atje, me kurse. A ishte vendi i mundësive? Apo mundësit janë edhe në Shqipëri një lloj si në Itali, ose mbas edhe më të shumta tashmë? Unë jam i mendimit që nuk kanë shumë rëndësi, nuk ka shumë rëndësi vendi si topos nacional, po them Itali, Shqipëri apo raporti individit si krijues edhe për të lënçuar veprat tuaja, qoftë edhe në gjuhën italiane. Po, kjo ishte një mundësi tjetër, një mundësi pa ama që e fiton. Nuk të jep askush as një mundësi. Realitetet e librit janë shumë të ngjashme në dy vendet tona. Realitetet e botimit, e raporteve autor, ky zinxhir i veprës që fillon nga autori, pastaj shkon pak më tutje, shkon te redaktori, korrektori, deri rikthehet deri te botimi. Ky zinxhir është i ngjashëm, andaj edhe në këtë zinxhir Allka më e dobët është autori në fakt. Ai pëson më shumë, ai që krijon, e bën lëvizje gjithçka, ai pëson më shumë dhe në fundin nga pikpamja ekonomike, nuk është se ndodh fitoj në gjë. Mua më ka ndodhur, unë nuk mund të ankohem, për shembull, nuk mund të ankohem në këto pikpamje, po sidomos nuk po se libri të bën pasu, por as nuk më ka marrë para nga çepi, pak të jam në rregull. Por ka qenë përkthimi pastaj, që është një element kontraktual nga pikpamja formale, më i zakonshëm nga i cili ka edhe përfitime. Por ajo që dua të theksoj, unë ndjej veten të plot në raportin tim me tekstin, sepse krijoj
Pra shkruaj, rishkruaj, po dhe përkthej. Kam tre element. Për shembull, Gjerastin këtu. Çfarë lidh këto të treja këto elemente? Patjetër që figura jote pa diskutim. Por brenda teje cila është ajo lidhsa midis gërshetimi midis tyre të tre? Ajo që i lidh të treja dhe po dhe që i dallon është leximi. Domethënë, edhe përkthimi është një lexim i ngadalësuar. Për shembull, përkthimi është lexim atipik. Unë nuk e di, e vërre dje se ishim bashkë në panel me Ariolën edhe e vlerësoj shumë, domethënë pati një të bashkëbisedojmë pak edhe unë kam përshtypjet e mia shumë pozitive. Patjetër, ndodh shumë shpesh kjo në emisionin Penës së Shkodrës. Nga ajo që deklamove poezinë. Poezia lexohet në publik, deklamohet, ka momentin e vet performativ shfaq. Në Greqinë e lashtë, deklamimin e poezisë. Është realisht. Kurse unë jam kundër në deklamimin e prozës. Proza ime sidomos. Mund të jesh kundër, por në leximin e kapitujve, në ato përzgjedhje që kishe sjell, arritet të jesh kurioz, të bash kurioz për lexuesin, edhe interesant. Edhe arrite me përçu tek unë shumë disa ndjesi të momentit. Kjo nuk është pak. Po, pra, është një mënyrë tjetër që ti nuk e ke vendosur në vetit, po, këtë nuk e diskutoj. Kjo mund të ndodhë gëzo, por nuk nga pikpamja unë i riqasjes time që leximi duke qenë akt individual ka të bëjë me syt dhe me marrëdhënien tënde me tekstin, me mendjen, me reflektimin shumë. Ti lexon dhe ka momente të caktuara i jep liri vetes ta shkëputësh leximin, ta çosh mendjen ku teket, ta çosh mendjen te një eksperiencë jote, kurse nëse unë i propozoj një lexim dikujt që është audiencë dhe ulet në karrik, ai nuk ka mundësinë ta ketë lirinë e lexuesit. Ai kthehet një konsumues performativ i asaj që deklamoj unë. Kjo është një shfaqje teatrore. Mendoj që është gati dhe orientim pak. E di, po. Sepse edhe e fton në lexim. Ne kur lexojmë, çfarë na ndodh kur lexojmë? Kapim një fjalë, asnjëherë nuk na ndodh ta rrokim fjalën me një shikim gjithën. Syri jon, retina, është për ka një hapësirë që hapet. Arrin të kapi vetëm 4 karaktere bashkë. Thotë një, këto 4 karaktere krijon një terr, 4 karaktere tjera, një terr, e kështu me radhë, kështu lexojmë. Ne lexojmë duke rindërtu tekstin. Gjatë këtij rindërtimi teksti që ne bëjmë. Ka mundësi që të ndryshojmë, Ca gjëra ndryshojmë, ca gjëra i harrojmë. Pse gabojmë? Pse kaq gabime? Pse korrektim? Thotë një, pikërisht sepse truri njerëzor rindërton atë që i paraqet teksti. Dhe këtë liri them unë, gjatë deklamimeve të tia heq autorit. Ndryshe me poezinë, poezia ka një element, ka prozeden, ka një element shumë të rëndësishëm, ritmin, tingëllimin, përveç se fjalën e kuptimin. Edhe interpretimin që ka shumë rëndësi te poezia. Unë kam një pyetje që realisht doja edhe ta konsumoja me ju edhe në momentin pas leximeve, ndonse nuk na erdhen mundësitë. E shoh që të paktën edhe nga veprat e profesor Stefanit, të juaja, të Liridonit, të Suadit, të paktën ata njerëz që unë lexoj sfundme. Po shkojmë drejt një letërsie fiction? Apo kjo letërsi fiction është e gjendur kudo në kohë? Po, tani termi fiction përdoret më shumë për shembull në Itali ja veshin kinemas. Po pra, fiction, prandaj po. Fiction kinemas. Po në shqip mund të përkthehet thjesht letërsi artistike, fiction. Shumë letërsi fiksionale ose unë lidhi shumë me kinematografinë fjalën fiction, ndaj po them, sepse i shoh edhe këto romane i shoh që nesër mund të jenë edhe në ekran, po. Idenë e kësaj se si letërsia merr goxha nga kinema, më shumë nga kinema, imazhit. Unë për shembull raporti i letërsisë time me kineman është ose paktën dëshiroj që kinemaja të marrin shumë tashmë më shumë nga letërsia, sesa nga ato krijimet të cilat nganjëherë më duken pa vend. Janë dy mënyra artistike, janë dy forma artistike të ndryshme për shkak të vetë procedimit tyre. Njëra projektohet direkt mendjen njerëzore, tjetra te syt. Pra, kinemaja ngjan më shumë me leximin. Për shembull, ti lexuesi që shef një tekst edhe fillon e mendon e vret mendin. Kështu është kinemaja. Kinemaja është atje, leximin vetë. Të stopon në një moment. Letërsia është mendja njerëzore, është një hap më mbrapa kur ti e ke marrë inputin nga jashtë edhe fillon e ndërton, qëndron, krijon hapësira. Unë bëj një letërsi të saj natyre dhe
Unë fakt kam studuar 2 vite për skenar letrar, kam punuar dhe në kinostudio dhe në vitet 89-91. Më kam mbetur peng fakti që nuk kam realizuar filma, sepse qelloja e prishe e madhe në vitet 90-91-92 me ndrimin e sistemit e gjitha, dhe si gjithë nga ne një pjesë e madhe ikën, dikush televizion, dikush unë bajta në ATSH, bëra reporter në ATSH, pastaj te koha jon, gazetar, ndoqja këtë rrugë, dikush tjetër ndoqja rrugë tjetër. Dhe ama kinemaja mbeti brenda me si procedim. Dhe kinemaja, procedimin e vetë më të interesant ka montazhin. Në kinema neve mendojmë se shikojmë imazhe objektive, edhe themi, kinemaja është krejt e vërtet. Kinemaja është momenti më subjektiv që mund të ketë, sepse ti këto imazhe objektive që rrejnë spektatorin, se thonë, kjo është e vërtet, ja po e shoh me sy. Ti i monton me pranvë dhe krijon. Këtë gjë unë e kam përsëll te letërsia ime. Shumë letërsia ime po të marr shembull Ekstratami për shembull. Ekstratami është një roman i ndërtuar me fakte reale, nga fillimi në fund, me emra reale, me situata reale. Dhe cilësohet një nga romanet fiction më par excellence, kur i thonë, domethënë pse? Është vlerësuar shumë nga kritika realisht, ka fituar edhe çmime nëse nuk gabohem. Çmime nuk ka fituar, po janë shkruar artikuj. Keni fituar ju çmime për kam fituar për tregimin, kam fituar çmimin kombëtar të letërsisë, kam fituar në 2021-shin. Edhe tani do kemi një libër me tregime, do votohet tani së shpejti, e kam nxjerr nga dorë. Edhe tregimi për mua është një moment eksperimentimi. E shkruar krijimtaria për mua është moment eksperimentimi. Unë nuk ulem në një herë të shkruaj pa menduar se po sfidoj zhanret, format. Nëse nuk bëj këtë sfidë, për shembull kur ulesh të shkruaj Lakimin, e dia mirë që po sfidoj vetë gjininë e romanit. Nuk është se nuk më intereson, e vërtet është ajo Mimesis 1 që përmenda në fillim, kapja e temës, po ka një Mimesis 2. Ti e ke kapur temën, e ke futur në dhomën tënde të fildisht, të krijuesit, të shkrimtarit, aty krijon një raport me atë që ke shkruar më parë, po dhe raport me të gjithë kolegët e tu që nga Omeri, jo kolegë. Absolutisht. Pastaj kalojmë një Mimesis 3. Ky Mimesis 3 është raporti që do krijosh ti me lexuesin, ti ke heq dorë, ti e ke shkruajt veprën, ja siç jemi tani, Lakimi është këtu me disnesh. Patjetër, ashtu ajo moralise me smellë. Edhe dua të them kjo. Ajo që më shqetëson mua është me të vërtetë të qenit krijues. Pra jo imitues, imitimi i Mimesis i Ricœrit është proces, nuk është imitim. Siç është koncepti aristotelian, po është më ndryshe. Ky e ka zgjeruar konceptin dhe e ka pranvën atë se ka një vepër të jashtëzakonshme. Unë e këshilloj kushdo mund ta gjej Le temps et récit, koha dhe rrëfimi, ky Paul Ricoeur. Aty trajton shumë mirë raportet midis kohës, se mos ta harrojmë. Rrëfimi është kohë, koha është rrëfim. Pra letërsia është raport me kohë. Sinonime të njëra tjetrës. Është raport me kohë. Sidomos proza është një raport me kohë. Kur ti rrëfen, leqësh fare thjesht, filani mori, eci, shkoi atje, u kthy, ishte natë kur e kthya, raport me kohën. Rrëfimi është raport me kohën. Dua të përcek sferën e përkthimeve dhe disa nga emrat që më mbetën diku në kujtesë ishin Italo Svevo, Alberto Moravia, Paulo Coelho. Nga italishtja besoj pjesa e tyre më e madhe. Si është ky proces brenda teje? A zgjidhen autorët apo vepra, cila vjen përpara tek ju? Apo mesazhi, se nga një herë na cek një mesazh i një libri, po të ndalem tek Coelho, e di që ai është ka shumë eros në librat e tij, sidomos tek libri 11 minuta që do të thoja që pak kush ka përkthyer unë. Absolutisht po. E kam lexuar me shumë kënaqësi dhe e kam parë realisht. Unë kënaqem se ato përkthime që kanë bërë Coelho janë edhe sot në treg. Absolutisht po, dhe shumë të lexuara, konkurruese, do të thotë nuk kanë qenë nevoja për të ripërkthyer derisa sfiduese edhe të kohës, sepse janë përkthyer për shumë kohë tashmë. Nga Coelho kanë përkthyer 11 minuta, 3 tituj. 11 minuta, Buz lumit Pedra, Ula dhe Qava dhe Zairi, 3 romane.
Përkthimi te unë ka qenë një nevojë e hershme. Unë kam filluar të përkthej kot në fillim. Domethënë Ashtu çështja. fillohet. Një Kam dëshirë qenë thjesht, student, një dëshirë për të përcjell çka autorët e huaj përcjellin veprat e tyre, realisht përcjellat mesazhin e tyre. Për të bërë një zakon, për të ulë e për të përkthyer, e për të se të krijosh zakon, e shkruar është të krijosh zakon dhe përkthimi është të krijosh një zakon përkthim. Një vend. E kuptoj. Isha student në vitin e parë, të riqja nga një karrike nga tavolina, ulesh te krevati im, e kisha poshtë, ishin krevate marinari, merra i fletore, kishte nxjerr një fjalor kot se s'kishim as fjalor në atë kohë. Ishte një fjalor i italishtes që kishte Google Translate nuk ekzistonte, duhet ta theksojmë Po këtë. them s'kishte fjalor, i mora një komshie tim ishte mjek, i mora hua një fjalor vokabulario që doli atëherë një fjalor shpjegues italisht, doli më pak kopje për studiuese kështu. S'kishte fjalor italisht, s'kishte dalë akoma italisht shqipe, doli pak më vonë. Ai mrekullueshmi që kemi Ferdinand Lekës edhe Simonit, Zef Simonit, që është fjalori më i mirë dëgjues që unë kam pa, domethënë vazhdoj të them që është më i mirë. Nëse flas një kohë kur unë marr fjalorin këtij mjekut, rrin atë ditë se më tha për 2-3 ditë do ta lë durim, do ta se më duhet etj. Edhe krijoj një fjalor timin, e kopjoj fjalët që më interesonin mua, fjalët nga fillimi në fund, krijoj dhe me atë fjalore kam filluar përkthimin, ja kështu si e kam. Edhe fjalorin vet, edhe një përkthim që s'do të botoje kurrë. Mora një tekst kot, e përktheva, edhe humbi, nuk është më. Pastaj vepra ime e parë është Italo Svevo, me njëherë jam përballë me një përkthim problematik. Italo Svevo është autori modern i letërsisë italiane, i ngjashëm me Proustin, e ngjashëm me Joycein, është një nga autorët më revolucionarizues. Okej, pastaj merr Moravian. Moravia është tjetër, është i natyrës, po them pak Buzzati, pak Calvino, jo se Calvino është më i qetë, Calvino absolutisht është po. botë tjetër. Ka ndikuar Moravia tek ju nga mënyra e narracionit? Se duket sikur të shoh diku në ngjashmëri, jo imitim, por një lloj linje mbase. Mundet, Moravia i ka raporte të grua, burr, këto marrëdhënie unë i kam fort te librat e mi. Tjetër, po unë kam përkthyer shumë në anglisht, për shembull, unë kam rreth 63 tituj të A65 tani se kam dhe ja 22 do dalin. Për shembull, brenda këtij viti kam përkthyer 4 tituj dhe kam shkruar 2 tituj. Në anglisht? Në anglisht të 4. Unë ka kohë që po përkthej më shumë në anglisht, se nevoja është më shumë në anglisht. Dhe më kurioziteti më i madh, një nga botimet e mia të para që në anglisht, Macja në Shija e Minguet, për përkthimet e mia të para. Po e zhvilloj më shumë këtë natyrë të përkthimit në anglisht. Nëse do flasim edhe sot e Panairin, unë ftoj qytetarë shkodran. Patjetër që do jemi. Mbas dite do flas për temën e përkthimit, do kem 45 minuta në dispozicion të flasim. Se do dalemi pak edhe për Panairin së bashku, disa nga përshtypjet e juaja. Edhe se unë jam për Panairin këtu i ftuar nga Panairi i Shkodrës, që një kënaqësi e madhe. Te përkthimi. Sa sfidë ishte për ju? Fillesat i tha që një fjalor shumë modest. Sot kemi të gjitha mundësitë e botës për një përkthim më dinjitoz, më afër me lexuesin. A është një gjuhë e jotja përshtatëse apo një përkthim fjalë për fjalë? Sepse është shumë e rëndësishme përkthimi, sidomos unë mendoj që njerëzit që përkthejnë veprat letrare duhet të jenë krijues rrallë parë. Pastaj përkthyes është. Ka prej tyre që nuk janë dhe janë përkthyes shumë të mirë. Nuk besoj. Domethënë ekziston edhe ky raport, mundesh mos me krijues. Besoj. Por duhet të them këtë që përkthimi ju e cekët, përkthimi ka kaluar në faza, teoria mbi përkthimin. Translation studies. Nuk ka një teori të përkthimit, po quhen studime për përkthimin. Nuk ka një teori me të vërtetë. Në epokat ndryshme, përkthimi ka kaluar në 3 faza si teori të paktën. Thuaj në fillim përkthimi fjalë për fjalë. Thuaj pastaj përkthimi frazë për frazë, të kopësitet. Erdhi një moment të tha përkthimi është
përkthim kulturash. Kulturë. Duhet pas parasysh identiteti i gjuhës nga merr e identiteti i gjuhës ku shkon. Domethënë përshtatja duhet të jetë ndoshta ajo Ajo mesmja e që art, që themi ne. unë mendoj që duhet nisem nga fakti të respektojmë origjinalin sikur të ishte 100%. Përderisa kjo nuk ndodh, atë që ti do shtosh, atë që ti do të përshtatesh, të jetë diçka që ti vi mirë originalit, jo të humbas, pra ti vi mirë tekstit përcjellës, ta shëndosh atë, ta bëj atë më të mirë, sepse duke i heq originalit, ti nuk i bën asgjë original. Unë kam në Në qoftë se ti atë që i heq originalit, nuk ja vesh mirë, tekstit që po sjell, kthehet, po. ti ke bërë 2 gabime, domethënë jo një, se ke shfrytëruar tekstin origjinal në këtë rast. Absolutisht jam dakord me ju. Ajo që u mbet origjinali duhet ta fitoj tekstin. Absolutisht po. Kjo Kisha është në raport. sensin e dialekteve, sepse mbasi nga origjinali e kemi në një lloj standardi dhe ti e sjell një dialekt në gjuhën shqipe. Jo për nga një standard një standard. Unë kam përkthyer. Ndaj them në kontekstin e përshtatjes. Shumë shpesh përshtatja në dialekt. Më kujtove diçka të bukur. Zvevo, përkthimi im i Zvevos ka përdorimin e dialektit. Në origjinal kishte dialektin e të formës veneciane. S'ka një moment që një edhe Italia ka shumë dialekte, e flet. A di si më erdhi më e përkthy në shkodranishte. Po pra. Prandaj po them. Prandaj e cilësoj fjalën përshtatje. E përktheva në të folmën shkodranishte në dialektin geg, të folmën shkodranishten letrare. Sepse mos harrojmë që gegnishtja e ka kryeqytetin e vet këtu. Domethënë siç e ka letërsia, siç e ka vendin e vet libri etj. Lakimi duhet vi për lexuesin, por pse duhet lexuesit vite lakimi? Po, lakimi, marrëdhënia lexues libër dhe libër lexues. Kjo është një marrëdhënie e domosdoshme. Arrojmë në një kohë kur raporti i libri është ridimensionuar. Unë vetë në romanin e Lakimi kam një paradoks, kam paradoksin e shkrimit. Dhe i ngrihem kundër shkrimit, po nuk ngrihem kundër librit. Është interesante të theni që libri nuk është vetëm teksti i shkruar. Libri është momenti, se po ditë pyetja jote lexim libër. E kuptoj. Libri është momenti, ai akt leximi aty ai realizohet si i tillë. Përndryshe është një objekt i zakonshëm. Dhe ky raport është dinamik, po them. Është i ndërsjell, dinamik dhe vetëm kështu arrin të prodhoj lëvizje përpara. Si e ndjen qasjen e lexuesit si shkrimtar me kalimin e viteve, ndërsa kudo trumbetohet që libri po del jashtë mode, un po disa gjëra klishe të kësaj kohe, ku ne po jetojmë. E ndjeni këtë raport? Unë lexuesin ndaj si krijues, si shkrimtar, siç e përmenda çfarë, jam nga ata që shqetësohem shumë për përcjelljen e tekstit tim tek lexuesi. Dhe nuk e bëj këtë në forma sasiore. Për shembull, unë shkruaj romane me goxha faqe, nuk shkruaj romane me pak faqe. Absolutisht e kam thënë re këtë. Romanet e mia të 300 që nuk ka, do ketë edhe më shumë. Por janë me kapituj të cilët janë lehtësisht të përfitshëm. Kjo është. Unë kam teknikat e mia që ta qas leximin. Qasja ndaj lexuesit është qasja e një leximi reflektiv. Vërtet është interesant dhe reflektiv. Të dish të përcjellësh emocionin, të dish të përcjellësh, të dish të lësh të ndërthuash bashkëkohore, sepse hapësira bosh që ta lësh lexuesin të reflektojë. Ndërtoj një tekst të tillë, sfidoj leximin, lexuesin, e sfidoj masere. Kjo më ndodh shumë shpesh dhe me tregimet që bëj, për shembull, librin që është shpallur fitues për tregimin, me çmimin kombëtar të letërsisë, motivacioni ka qenë shumë interesant për teknikat moderne narrative. Unë ka marrë një çmim në Itali për shembull i të rëndësishëm ndërkombëtar Montefiore, edhe aty për meritat veçanta artistike. Unë kënaqem pse i marr çmimet kështu. Domethënë sepse synimi është edhe një formë rrisie si kjo në anën e shkruarit. Ky mori temën e kësaj, temën e asaj. Janë të rëndësishme kam. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, tema e gruas, raporti i saj me shkrimin, raporti i saj me kulturën. Po kam përshtypjen që nëse dikush do kujtohet vlerësoj librin dhe ka
ka deri tani janë bërë një 7-8 artikuj për lakimin. Po. Edhe me thënë drejtën, po pritet Absolutisht mirë. po, është pritur mirë nga kritika. E di që do ta vlerësoj atë për faktin që është një krijesë origjinale, është një krijesë, është një roman, sfidon vetë zhanrin, është këtë që them. Këto janë të rëndësishme për mua. Do thënë janë me të vërtetë rëndësishme sepse letërsia nuk është as psikologjia, as gjeografia, është një art i cili operon me mendjen e njeriut. Së bashku jemi takuar më përpara, por takimin tash më të afërt e patëm tek Panajiri, i cili sapo ka hapur si parin e tij në Shkodër, është hera e parë që zhvillohet në Shkodër një panajir libri. Uroj që kjo të jetë diçka që vazhdon, që të kthehet në kulturën e këtij qyteti që duhet ishte me kohë realisht në kulturën e këtij qyteti. Unë e kam ndier shumë mungesën e një panajiri libri. Por edhe kjo qasje kaq e veçantë e dy mendjeve të ndritura, profesor Stefanit edhe Andreas Dushit. Solli shumë shkrimtar për lexuesin, jo vetëm librat, por tashmë edhe autorët. Shumë e veçantë, kjo po si është ndjesia juaj? Si e përjetut ju këtë çast, më thënë. Jeni krejt afër lexuesit, pranë lexuesit për të marrë përshtypjet e tyre, jo vetëm, por edhe ndonjëherë për të përçuar me shikimet e tyre se çka mendojnë. Ka një bashkim, një pranvënie, një përqasje shumë elemente që e bëjnë të panajir krejt veçantë dhe absolutisht po. Raporti i hapësirave sa hyn ke raportin jashtë ku janë tezkat e vendosura, pastaj katedrales, ke ambiente të brendshme të jashtëzakonshme ku libri është shumë i pranishëm, sallat me dimensioneve të ndryshme për promovime të ndryshme. Biblioteka lart, një sallë shumë interesante për një takim më intim, pastaj është salla poshtë. Bibliotekën e cilën e mirëmban dhe e drejton mjaft mirë zoti Gjovalin Çuni. Dhe unë nuk mendoj, nuk kemi akoma një model panajiri kaq interesant në Shqipëri. I kanë goditur shenjë me të parë. Unë mendoj që edhe mënyra e qasjes ishte shumë e veçantë. Një freski, një lloj natyrshmërie në organizimin e aktiviteteve, ajo salla e amfiteatrit. Amfiteatri shumë e bukur e veçantë. Interesante ku diskutohet ndryshe. Njerëz që vinë interesohen te stendat, dikush ulet në karrik, dikush edhe ngrihet, nëse si pëlqen. Pra një panajir i afruar tek modern, i afruar tek njeriu. Një marrëdhënie shumë interesante dhe unë pashë ditën e parë, sot nuk kam statistika, po unë më pëlqen të interesohem për librin. Në Ministrinë e Kulturës ka qenë specialist i botimeve, merresha me librin konkretisht. Kemi organizuar panajirët e para të librit në atë kohë. I pari është organizuar kur kam qenë unë me profesor Stefanin, drejtori i atëhershëm. I dyti po ashtu, i treti po ashtu. Dhe unë tani i njoh panajirët se jam ftuar shpesh në Shqipëri, në Tiranë. Dhe them që ky është panajiri që më ka ardhur më në trup, e kam ndier veten shumë pranë këtë panajir. Dhe thash për statistika, ditën e parë ka pasur interesim të madh, blerje të mëdha, dhe sot para dite po prapë pat interesim, ka shitje. Edhe ky element i biznesit do të shikojmë në fund, por megjithatë nuk është ana e statistikave, sasiore, ajo që do jetë më e rëndësishme për këtë panajir. Më e rëndësishme për këtë panajir është fakti që ky u vendos, u bë, është një panajir i parë për një Shkodër që si statut duhet kishte këtë institucionin e panajirit duhet ta kishte. Ka një anë duhet ishin edhe disa panajire nga ajo që është e bukur. Nga letërsia që lëvrohet, ajo që është e bukur me tekstin është se me librin. Libri, siç është libri vet, kur e lexon, edhe kur e shkruan. Të ndodh që kur e shkruan, teksti sikur shkruan vetveten. Me të vërtetë, ty t'jep energji gjatë shkrimit dhe t'i hecën përpara. Ta krijon një perspektivë, një perpetuum mobile, pra një energji e cila nuk shterr, të vjen. Sajimi një institucion, krijimi një institucioni si panajiri, krijon mbi të gjitha zakonin që ai të përsëritet. U vendos që është një fakt i madh. E unë e pres që do të zhvillohet vitin tjetër me forcë dhe më të madhe, të paktën nga pikpamja pasrestasiore, më shumë botus, ka mbi 20 botus që tani kemi disa të ndryshme, është ndërsa në ambientet i konkuron të gjithë. Dihet, Pallati i Kongreseve është
është i bërë për atë gjë. Domethënë pallati i Kongreseve është i mirë, për panajirët është mirë. Po, Më kujtohet piramida ka qenë më ngushtë, më problematike. Kurse ky ka këtë thyrën e mjediseve, këtë hapësirave, ka këtë raportin e individit me hapësirat e ka të zgjedhur në mënyrë perfekte. Po them, jam i impresionuar. Po kthehem gati në procesin e fillimit, po nuk dua të lë të ikësh pa e shuar edhe një kuriozitet timen. Ka një moment brenda nesh kur ne stopohemi, bllokohemi. Ose një pjesë e shkrimtarëve thotë nuk shkruaj dot. Ndodh ky proces brenda jush edhe si thyhet kjo heshtje midis jush edhe shkrimit. Po, ky bllokim është krejt i natyrshëm. Unë e di se nga vjen, se më kam kuptuar. Kjo vjen nga mos përgatitja. Nuk mund të ulesh para një letre shkrimi nëse ti nuk je tërësisht i përgatitur çfarë do të ndodh me ty, çfarë do të ndodh me letrën, çfarë. Nuk je i qartë kur nuk je i qartë në kokë se çfarë do. Nuk shkruhet pse unë du me shkruajt. Ka ikë kohë, se do mbimu frymëzime dhe do shkruaj. Shkruhet duke projektuar. Ti ke një projekt krijues, një projekt letrar. Të vjen ideja e një poezie, për shembull, po futem në zhanrin e poezisë që nuk kam shkruar poezi ose shkruaj po s'kam botu kur poezi. Kam një raport çuditshëm ndaj poezisë, e pëlqej shumë, e lexoj. Është feeling. Por nuk e bëj atë gjë se ndjehem, them, po bëj një sakrilegj, them vetes. Pranoj të shkruaj, nuk e di, mund ndodh se kam akumuluar dhe unë. Po, nëse të kthehem te pyetja. Pra, kur ulemi, duhet jemi të përgatitur. Unë për shembull, ky është roman shumë i komplikuar, po ta lexosh më vetëm rrezik, ka shkruar këtë. Këtë unë e kam shkruar nga fillimi në fund. E kam shkruar çdo mëngjes për 5 muaj librin. Unë kam shkruar për shembull extra time për 7 ditë e netë, sepse unë kur shkruaj ju kam dëgjuar me këtë fakt. A di, si shkruaj duke vënë një krevat ose duke gjetur një dhomë një krevat shumë të thjeshtë, edhe duke i vënë ushqimet shumë afër, edhe shkruaj. Lodhem, më zë gjumi, më kapit, rëzohem dhe në krevat, kur zgjohem shkruaj prapë, sa e ha diçka. Unë kur shkruaj jam në një gjendje tjetër, absolutisht. Po ama jam i përgatitur për këtë situatë. Përgatitem shumë përpara. Kështu ka ndodhur me të gjithë librat e mi, me të gjithë, të fundit. Vjen edhe me një sens reflektimi, të thellë. Po, dhe nuk mund të ka ndodhur bllokime, s'më ndodhin bllokime. Po s'më ndodhin bllokime dhe them, atyre më ka ndodhur në fillim të mia dhe kam kuptuar që bllokimi vjen nga mos përgatitja. Nuk është ndonjë gjë që është e thjeshtë, vjen nga mos përgatitja. Pra, le t'ja japim si mesazh shkrimtarëve të rinj që kur kanë një bllokim, jo se s'bën duhet të shkruhet. Duhet lexojnë. Lexojnë më shumë, kultivohen më tepër, po. Më vonë përgatitja më e madhe është të lexojnë. Edhe të lexojnë edhe të lëvizin, të shetisin, të njohin, të kenë kontakte njerëzore, të ushqejnë me përvojë jetësore. Ajo si o letërsinë. Unë t'jam mirënjohëse që ishe pjesë e emisionit Pena e Shkodrës, për çdo bisedë, për çdo mesazh dhe për çdo këshill që ishte goxha me këshilla dhe me mesazhe ky emision. Me të vërtetë falenderuese. Faleminderit juve, isha me të vërtetë u ndjeva mirë, si çdo herë që vi në Shkodër. Ju ftojmë të jeni të pranishëm në panairin që zhvillohet pranë katedrales. Së bashku do të shihemi të shtunën tjetër pa diskutim. Mirupafshim miq.